Kjo punë nuk ban milioner, por mjaftueshëm për të jetuar mirë. Ju propozova vëllezërit miq, mund të kthehej. Në atë kohë ishin në Greqi, emigrant. Shpërbimi vetëm është ktheu në vendin tanë. Atëherë ka qenë viti 96. Në atë kohë në Shqipëni erdhën shumë misionarë. Kjo zona këtu ku banoj unë është kënë me shekuj krahinë katolike romake. Dhe lindi nevoja, fill pas diktaturës, me ndërtu kishat, sepse u shkatrune. Edhe erdhën italianë, unë për fatin e mirë dija gjuhën italiane. Edhe më morën si përkthys. Ky ishte kontakti i parë. Misionarët erdhën këtu sollën edhe profesor, se donin që njerëzve t'ju mësoshin edhe zanate. Një nga këto ishte profesor keramike, e unë pata fatin me shku me studiu tek studia e tij në Perugia, por ajo çka është kryesorja, në atë kohë ishim jo vetëm dolem nga komunizmi të shkatruar emocionalisht, por edhe ekonomikisht, që do të thotë që familja italiane më kam mbështet për 5 vite studimet e mia në Perugia, nga ku aty mësova edhe për keramikën. Në atë kohë shqiptarët kishin mend veç i gjo me ik. Ishte edhe kjo frika se mos rikthehet prap në një diktator tjetër, me kuptimin edhe rruga vetme ishte të hikin. Unë pata fatin mos me ik me mënyra të jashtëligjshme, po me vizë. Shkova tek kjo familje dhe fillova me mësu nga zeroja, se që është balta, që është keramika, unë s'dija asgjë deri në atë kohë. Dhe ajo familja më kanë mbështet, gjithat eksperiencat e tyre më kanë transmetuar mua që është fakt shumë i rrallë, jo çdo kush i tregon sekretet e keramikës, domethënë e këtij zanatit. Më pas, masi marrova gjithë ciklin, pasi u regjistrova edhe në shkollë atje. Ju thash atyre si mund t'ju shpërblej moralisht. Normalisht që unë ekonomi s'kisha, isha shumë i varfër, prap se prap. Ato më thanë mu shpërbimi vetëm është ktheu në vendin tanë. Por ishin këto dilemat, Shqipënia hala ishte jo ekonomikisht në rregull. Si mund të njoft tregun, si do ecë, si zanat. Pra ishin gjitha këto, po prap se prap kisha fiksu te mendja jeme mu kthy. E kam fillu me një dhomë, me diçka shumë të vogël. Këtu kam fillu në vitin 2000. Ishte piknisja. Kjo ku jena tash ka kënë shtëpia vjetër. E mora, babës tem i thash ma lëshon një dhomë. Fillova të një. Vëllezrit i kisha emigrantë, ne jena 3 vëllezër. Duke punu dhe duke u zgjeru. Derisa erdhi momenti kur vetëm unë nuk mundsha mja dalë. Sepse u rrit tregu, u rrit kërkesa. Dhe ju propozova vëllezërit mi që mund të kthehej. Në atë kohë ishin në Greqi, emigrant. Ishin rregullu me dokumentat gjitha, por ato vendosën mu kthy, kështu që këtu kena kriju një ekip për tash 6 persona, që jena 3 vllazën e 3 gratë tona që pikturojnë. Ka ardhur vetiu. Unë bëj një proces, një vlla tjetër prodhon baltën, e cila për këtë biznes është shumë e rëndësishme, se kostot sot kanë arrit shumë nalt. Edhe pse ne të shpenzojmë ekonominë tonë duke dhënë një industri, kështu që duke prodhu vetë, ndajmë fitimet me njëri tjetrin. Plus që edhe gratë kanë fillu para grujeme, sepse unë jam më i madh në moshë, jam martu ma heret. Asaj jam mësova unë teknikat e ngjyrave, pikturës. Ajo pastaj u mësoj kunatave. Dhe sot 3 gratë tona pikturojnë, kurse na 3 meshkujt kena nda vëllezër, kena nda unë bëj pjesën teknike, njëri vlla është për tregtin, kurse vllai tjetër për prodhimin e baltë. Punë që don angazhim. Po them pothuajse çdo ditë. Është sikur ai fëmia i vogël që ka nevojë për kujdesje. Pastaj suksesi vjen vetiu, nuk është se ka ndodhur që në fillimet e mia unë kam shku tek dyqanet duke prezantuar produktin. Kurse tash janë dyqane që vinë tek unë. Pra ka ndodhur e kundërta, një diçka që unë as nuk e imagjinoja. Puna e dorës ka një limit. Kjo punë nuk ban milioner.
por mjaftueshëm për të jetuar mirë. Plus t'jep edhe kënaqësinë e brendshme se është produkt 100% vendi. Domethënë, shfillon që ke balta deri tek produkti final. Dhe ajo çka ne vit pas viti kena zgjeru gamën e produkteve, që tek kukullat me kostumografi deri tek që përdorin në restorantet ose agroturizmet që janë shtu shumë, sidomos zona Lezhë që është bërë shumë e famshme, ka shumë agroturizma dhe ushqimet që agroturizmat shërbejnë i duan me këto. Ka qenë një bashkëpunim fantastik. Tash kohët e fundit shqiptarët po hapin dyqane, siç është një në Kanada. Dhe këto dyqane janë jo vetëm ekskluzivisht për shqiptarët, po kryesisht për shqiptarë që jetojnë atje. Tani ka hyrë në industri edhe prodhimi i baltës, kurse në formën që keni pa ju, për mua është, mund të them, Shqipëri po është e vetmja, sepse është një metodë shumë e vjetër, por shumë e thjeshtë. Kur kam qenë student atje, kam pas shumë më të lehtë me najt atje. Ke ma komoditet, sepse është diçka ndërtume në Evropë ose në Itali. Këtu është disi e vështirë fillimi. Por në Itali, unë po jetoj atje, unë kam 30 vite që merrem me këtë. Atje nuk e para e vështirë të integrohesh. Për të konkuru nuk bëhet fjalë, sepse ato e kanë me shekuj. Kurse të vendi jam këtu është më e lehtë te kjo pjesa tjetër. Fillesa e biznesit nuk ka qenë lehtë. Janë gjitha motive shqiptare, por jo të sjelluna origjinale. Këtu është luajt edhe me pak modernizëm, domethënë janë ndërthur. Këtu mund të shohësh pak Kosovë, këtu mund të shohësh pak Lungjëri, që është pjesa jugut, krahinat, mund të shohësh pak Zadrin, që është krahina jeme. Pra, etnografia e Shqipërisë është një minjerë e pafundme. Aty unë po zbuloj diçka fantastike që nuk as e kisha imagjinuar. Balta që ne e marrim tek mali këtu, në çdo fillim vere ne sjellim këtë baltën, e cila në statusin origjinal përbëhet nga argjil, po më shumti ka edhe papastërti, siç janë gurët edhe të tjerat. Ajo çka bëjmë ne gjatë qestinës verës këtu është filtrimi i saj. Ne kena edhe filtrimin e bëjmë në një metodologji shumë të lashtë, por shumë e thjeshtë. Përzihet me ujë, kalon të një sit dhe gjitha mbushen pishinat që janë jashtë. Ne na favorizon shumë klima e verës, e cila ndan ujin nga balta. Pra, e lam 2 muaj të dekantoj, heshim ujin e tepërt dhe depozitojmë në magazin mbi 100 ton argjil. Tash po shkojmë tek shohim edhe se ku ndodhet aktualisht balta. Ka 1 muaj që ka filluar filtrimi. Dhe do në ciklin e saj, do me thonë, është e gjitha këtu të këto pishinat që kanë një thellësi gati 1 metër, po të shofësh uji është më i lehtë dhe del sipërfaqe. Kurse poshtë kemi argjile e pastër, e filtruar, dhe që është më rëndësishme në gjithë këtë pishinën këtu, bëhet edhe përzierja naturale. E tash, gjithë kjo balta që është tek pishinat, duhet të pres fundin e gushtit fillimi shtatorit, në mënyrë që balta të ketë forcinë e duhur për ta transportu brenda në magazin. Këtu është balta e prodhimit të vitit kaluar. Ajo që ka bëjmë tani gjatë gjithë vitit, ne pjesën e baltës që na duhet për prodhimin ditor, marrim thjesht ujë dhe e lagum deri në formën që na duhet neve. Më pas marrim sasinë e duhur për një ditë pune dhe kalojmë tek mikseri këtu, bën miksimin dhe sjellin në formën e duhur që mund duhet për punimin në tornjo, në atë që rrotullohet. Ajo që ka duhet të vënë ndukje është sepse Ceramikën e kanë lëvru popujt që në lashtësi. Ajo lindi si fillim, lindi si nevojë.
edhe unë po demonstroj se si edhe para se të shpikej Tornio, që është ajo makinë rrota që sillet, edhe shpikja ka ndollë, për ne duket shumë larg, po 5000 vjet më përpara, po para kësaj njerëzit edhe kur jetonin shpella bënin objekte, unë po demonstroj diçka shumë thjesht. Bënin objekte thjesht me duar. Dhe këto forma arkeologët i kanë gjetë nëpër shpella, në tabanin e tyre, që do thot 100.000 vite më përpara. Më pas u shpik Tornio dhe qeramika psoi revolucion, u bë më e bukur, më fine, më. Qytetërimit e lashta, këto arkeologët ose shkencëtarët i cilësojnë me qeramikën e lashtë greke, etruske.